Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme që ka hyrë në javën e tretë, por fundi ende nuk dihet. Do të zhvillojmë një bisedë me zotin Kastero Çipi. Zoti Çipi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje juve dhe gjithashtu faleminderit, është gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Faleminderit. Zoti Çipi, ndryshe nga narrativa perëndimore që po dominon edhe mediat sigurisht globale, ju keni një qasje tjetër, duke menduar në mënyrë më kritike për atë që po ndodh atje. Tani si mendoni që fillimisht për fundin është larg, është afër, do jetë i hidhur për ata që e nisën apo do mbytet me lavdi? Në parim unë jam kundër çdo lufte. Duke qenë kundër çdo lufte, gjithmonë kur ka një luftë bëj me fajt të paktën njërin palë, në mos të dyja. Natyrisht ka raste kur ti nuk e shmang dot luftën, kur ti je në agresion, ti do mbrohesh. Por ka raste kur ti e ke provokuar agresionin, siç është rasti i Ukrainës. Rasti i luftës Izrael-SBA nga njëra anë dhe Iran nga ana tjetër është një rast i jashtëzakonshëm, nuk është se s'ka ndodhur ndonjëherë, se ka pasur dhe luftra të tjera që janë bërë për llogarit Izraelit. Po kjo është hera e parë që qysh nga dita e parë ka një pranim fillimisht nën zë, fillimisht duke i rrëshqitur fjala Marco Rubios, dhe pastaj të tjerëve dhe një kritik në rritje, një revolt, madje mund të them, në rritje të elektoratit amerikan. Në elektoratin e majt shifrat janë të frikshme, vetëm 13% e votuesve demokratë shikojnë sot me simpati Iranin, Izraelin, por ka rënë edhe në maga. Pra, së pari, gjithmonë lufta është e keqe, gjithmonë lufta është për të shmangur, sepse shkakton vdekje, shkakton shkatrim. Në këtë rast, ashtu si në rastet e luftrave të tjera që ka zhvilluar Amerika këto 20-30 vitet të fundit, po edhe më vonë, edhe më herët po doni të shkojmë në histori, është e njëjta histori. Shkohet për pretekste të rreme, për pretekste që nuk justifikojnë asgjë. Në fakt edhe kjo tanishme ende nuk ka një kështu zyrtare që pse hyn luftë. Për mua zyrtare është ajo që i shpëtoi nga goja Marco Rubios. E dinim që Izraeli do sulmonte Iranin pa na pyetur neve, e dinim që Irani do të kundërpërgjigjej, nuk mund ta linim veten Izraelin dhe në vend që të prisnim ne goditjen e parë, u futëm edhe ne të jepnim goditjen e parë bashkë me Izraelin. Ose atë që tha shefi antiterrorizmit që dha dorëheqjen që lobi izraelit e bëri na tërhoqin luftë. Po. Tani kjo për mua është skandaloze, ta thot një ministër i jashtëm. E para, ky ministër i jashtëm ka pranuar që ky vendi i madh, kjo demokracia e madhe, kjo fuqia e madhe ekonomike dhe ushtarake e botës, që ka kaq lehtë i manipulueshëm, pikërisht siç ka thënë Bibi Netanyahu në një bisedë me elektoratët e tij në një ambient familjar, jo zyrtar, por video qarkullon rëndom mund ta gjesh kollaj. Ka një bisedë që duket kështu pa protokoll. Bibi Netanyahu në një familje izraelite. Ku ata i thonë që Bibi si doja bësh ti me këtë luftë që po bën, në atë kohë bëhet luftë në Gaza, edhe në Liban, po se ka pasur luftë edhe më herët në Liban 82-shin, 2006-ën. Si doja bësh nëse Amerika nuk të mbështet. Dhe Bibi Netanyahu thotë, Amerikën e di ose si ta manipuloj, si ta sjell në gisht. Është kollaj fare, i shty unë atje dhe bëjnë atë që dua unë. Dhe ai natyrisht atë e ka bërë nga naiviteti, e ka bërë në një midis privat, familjare të deklarat, por është shumë domethënëse. Dhe jo rastësisht video qarkullon, sepse njerëzit gjejnë të vërtetën aty. Çfarë tha Bibi Netanyahu me njëherë pas fillimit të sulmit? Kjo është ëndra ime 40 vjeçare, tha, kam dashur ta bëj për 40 vjetësh. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që të gjithë presidentët e tjerë kanë refuzuar, sepse nuk kanë gjetur arsye pse Amerika duhet shpenzojë jetë njerëzore dhe kapital të çmuar të taksa paguesve të vet në Iran. Dhe më në fund gjeti Trumpin që e pranoi. Dhe kjo flet keq për Trumpin. Pra, ne deri dje kemi thënë që idiotët e mëdhenj politikës amerikane fillonin me George W. Bushin, me George Bushin e dytë, i cili e çoi Amerikën në luftë në Irak dhe në Afganistan. Po ja që edhe ky budallaj George Bush nuk e ka çuar Amerikën në luftë me Iranin, e çoi Donald Trumpin. A është budalla Donald Trump? Jo. Gjithçka përveç se budalla nuk është. Atëherë mund të jetë frika ndoshta ndonjë shantazhi.
Dosja. Këtu ka dy gjëra. Dyshimet që nuk mund t'i konfirmoj unë, se në dosjen Epstein shihen fajle komprometuese për Trumpin, që nuk janë bërë publike. Kjo mund t'jetë, sepse është në modus operandin e Izraelit edhe të Mossadit. Korrupton me video pornografike, mundësisht pedofilie, një politikan dhe pastaj mbahet të lidhur, shantazhoje. Ka agent të CIA-s që thonë që materialet të tilla komprometuese Mossadi ka shfrytzuar kundër Bill Clintonit edhe Naftali Bennett, që është më i ri, Ehud Barakut, për të penguar një marrëveshje eventuale paqeje për Palestinën, të negociuar nga Bill Clinton. Ajo e suedis, diçka e tillë. E Oslos? Jo, në rastin ajo është më herët. Në rastin e Oslos ka qenë një Çakarabin që e vran, domethënë atë e zgjidhen me vrasje. Pra këto janë metodat që përdor Izraeli. Të ofron para, nuk do para të përgjon që mund të gjejë një gjë shumë komprometuese, shumë të rëndë. Nga cilat pedofilia është gjithmonë më e rënda. Nuk ka krim më të rënd në sytë e opinionit publik se sa pedofilia. Për çdo gjë tjetër njerëzit të justifikojnë në një farmase. Nuk po them që të duan se vjedh, se vret, se bën trafik droge. Po je i pafalshëm. Po gjen një alibi, se mirë, dakord, ka bërë drogë, po ka bërë për të bërë para, po pedofilin nuk ta fal asnjë kulturë, e asnjë populli, e asnjë besimi fetar, e asnjë gjuhë, e asnjë vendodhje gjeografike, e asnjë kohë. Pedofili është i ndyrë si në mesjet, si sot do jetë edhe nesër i ndyrë, i papranueshëm. Jo rastësisht në përburgje pedofilët vuajnë shumë keq, vuajnë ferrin kur futen në përburgje. Nëse i le me regjim të zakonshëm me të burgosurit e tjera, ata e dinë se ç'heqin. Me të drejtë. Pra, a është kjo? Unë nuk e di. Ka shumë njerëz që thonë që ai bëhet peng nga dosjet Epstein. Por ka një gjë tjetër. Sidomos në herën e dytë që fitoi, pra në fushatën e tretë që ka ndërmarrë Trump për president të Amerikës, është financuar fuqimisht nga Adelsonët. Nga një çift miliarderësh burrë grua, tani burri ka vdekur, pasurinë e trashëgon gruaja, pronar kazinosh në Las Vegas. Po nuk bëhet fjalë për pak, bëhet fjalë për $300 milion. Tani ti si thua, ka njeri që t'i jep $300 milion pa të vënë sa kushte? Janë të rënda. Këto ditë unë jam marrë për shkak të punës, për shkak të debateve të përjashtme që kam me kolegun Mustafa Nano. U mora pak edhe me presidentin amerikan Harry Truman, i cili ka qenë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që ka njohur Izraelin. Pra ai u gjend president ditën që Izraeli shpalli pavarësinë. Dhe shiko se sa interesante është. Në mënyrë shumë të ngjashme me këtë që po ndodh sot. Departamenti i Shtetit e këshillonte fuqimisht të mos e njihte Shtetin e Izraelit. Sepse i thoshte do të na përkeqësoj marrëdhëniet me të gjitha vendet e Gjirit Persik, me të gjithë vendet e botës arabe, ne nuk kemi asnjë interes ta bëjmë këtë. Dhe nëse e bëjmë, do humbasim ndikimin që kemi ke këto vende. Do të kthehen kundër nesh, do të jenë hostile pra, gjysmërisore. Pentagoni fuqimisht kundër njohjes së Izraelit. I thoshte Harry Trumanit, ai shtet nuk mund të ekzistojë. Vendet që ka përreth do të armiqësohen, po shpalli pavarësinë, do ta sulmojnë dhe ne do të përfundojmë duke dërguar vazhdimisht trupa, armatim dhe para për ta mbajtur atë vend. Se përndryshe nuk do të mbahet dot ai, nuk do të rezistojë dot në atë vend ku është hedhur. Pra, dy institucionet më të rëndësishme, ato që duhet kenë realisht të drejtë fjala, kur bëhet fjala për njohje apo mos njohje të një shteti, i kërkuan Trumpit me këmbgulje të Trumanit të mos e njihte. Tani është fakti i njohur publikisht që Harry Truman e ka firmosur deklaratën e njohjes së Izraelit 11 minuta pasi e ka shpandur Izraeli pavarësinë. Pra, kur ka dalë David Ben Gurion që të lexojë deklaratën, ai ndërkohë firmoste dokumentin e vet. Llogarit sa kohë do sinjali telefonik apo i radios që të vijë nga njëri krah i globit në tjetrin, aq kohë ka pritur Harry Truman. Shikoj çfarë nxitimi, pra 11 minuta. Dy institucionet më të rëndësishme ishin kundër njohjes së Izraelit dhe megjithatë jo vetëm që e bëri
aktin e njohjes Harry Truman, por nuk priti më shumë se 11 minuta. Kur e dëgjon kështu, mendja ta thotë që ai ka qenë një sionist i çmendur. Kaq sionist, kaq shumë e ka dashur Izraelin dhe izraelitët, dhe që futën, sa që nuk pyeste as për Pentagonin, as për Departamentin e Shtetit, pra nuk pyeste për interesat e Amerikës. I bie që ka qenë MIGA, Make Israel Great Again, në 48-ën. Mirë po, kur merr vesh më vonë, që po ky Harry Truman i shkruante Eleanor Roosevelt, bashkëshortes së presidentit me cilin ai kishte shërbyer si zëvendës president. Dhe i thoshte që këta janë të pangopur, këta janë të pandjeshëm ndaj fatit të çdo kombi, këta nuk duan t'ja dinë se sa polak, këta që futët në këtë rast, se Izraeli nuk ishte krijuar. Ja shkruante në vitin 47 këtë. Këta nuk duan t'ja dinë se sa serb, bullgar, polak vdesin boll që të bëhet interesi i tyre të bëjnë atë që duan. Por këta janë vërtet qenë që kanë vuajtur, janë trajtuar si qenie inferiore. Por ditën që do marrin pushtet, këta do bëhen më të këqinj